Mirëmbrëma shikues nderuar dhe mirë se po takohemi sërish në emisionin javor të Arenës. Prishtina është skuadra e dytë e cila do të marrë pjesë në garat evropiane pasi djem poshtë në finalin e Digital Kubës së Kosovës dritën me rezultat 2-1. Pikërisht për këtë ndeshje dhe organizimin e saj do të bisedojmë sonte në studio me të ftuarit e mi. Në ekranin tim të djallë nga Prishtina vjen kryetari i këtij klubi Afrim Muqiqi. Afrim, mirëmbrëma, mirësehat. Mirëmbrëma, mirësegjë. Nga drita vjen drejtori i këtij klubi Berhan Rashiti. Mirëmbrëma, mirësehat. Mirëmbrëma, mirësegjë. Organizimin e ndeshjes e bëri kompania Peak Communications, në studio është pronari i kësaj kompanie Lavina Demi. Lavina, mirëmbrëma, mirësehat. Mirëmbrëma, faleminderit. Dhe kolegu im nga tribuna Qall, Art Kuqi. Art, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirësegjë. Atëherë së do të shkojmë me kronikën e kësaj ndeshje dhe pas rikthehemi në studio. Një kampionat me shumë vuajtje për një fund i lumtur. Prishtina e mbylli me trofej edicionin 2015-2016 duke ngritur larg Kupën e Kosovës të tretën pas luftës. Kryeqytetasit mundun dritën në finalin e Digital Kubës me rezultat 2-1 fal 2 golçi të shënuar nga kongolezi Basit Khalid në pjesën e dytë. Atmosfera e krijuar nga mirat tifos të dritës intelektuale që ishin vendosur në tribunën veriore, plisat kishin mbushur lindjen, në perëndim nuk ishte më vend meritonte notën 10, derisa të praneshmit kalonin shifrën e 10.000-ve. Para ndeshjes këndohet himni i Republikës së Kosovës, që ashtu siç pritej fishkëllet nga tifozët Prishtinas. Takimi nis me disa minuta vonesë për kjo ka pak rëndësi. Që në fillim të takimit krijohet një rast diskutabil kur Gentrit Begulli kërkon penallti në 2 luftim me Erdin Ashanin. Prishtina dominon drita mbrojtës dhe rrezikun e kërkon përmes kundër sulmeve dhe pikërisht përmes lojtarit më të rrezikshëm të tyre Gjevdet Shabanit. Kjo formulë realizohet në minutën 30 kur ai miri shmangët Dumanit, afrohet tek zona shërben qendrën e Diun, i cili shënon një skuadrës së tij derisa ndez tribunën veriore. Prishtina nuk dorëzohet dhe në sulm shkon kapiteni Lirdon Kukaj që nuk qëllon cakun. Disa minuta më vonë edhe Ndrit Krasniqi nuk qëllon në vendin e kërkuar. Në minutën e parë shtesë të pjesës së parë në zonë gjendën mirë Kukaj Lërik Bosnjaku, por asnjëri nuk kaloi murin e dritës. Pjesa po mbyll me gëzim për dritën derisa Prishtina shkon kokë ulur me shpresën se golin ta gjejnë në 45 minutat e dytë. Të pranishmit në stadium i arkton zhongleri Agim Agushi. Me të nisur nga mesi i fushës, skuadra Sadet Pajezitit fare let ka mundur të shënojë golin e dytë, por Alban Shillova driblon një lojtar, Gjuan Bukur, por Bekaj Këtër në poshtet. Në vazhdim rastet flasin për të kusht fanella këto që Këtëri takonin Prishtinës që llogaritet mysafire. Berat Hyseni tenton me kokë pas harkimit të Osmanit. Ky fundit provon edhe vetë goditjen e tij, por vetëm Halimi pret. Rasti ideal i krijohet sërish Hysenit që deli vetëm me portier, por Halimi tregon se kishte ditën duke kuptuar veprimin e sulmuesit Prishtinas. Gardiani dritës tregon klasën e tij dhe pas kësaj rrëmuje që erdhi nga goditja e këndit. Këto raste kanë mundur të shndrojnë bardhëkaltrit përmes Shabanit, i cili për pak nuk shfrytëzon gatësinë e kundërshtarëve. Skuadra Fadil Berishës u kthei të rastet dhe në radhë ishte Kreshnik Lështaku, të cilit fati ja kthen shpinën kur topi godet shtyllën. Për të shënuar tenton edhe Lërik Bosnjaku që përkujdeset për një veprim të mirë. Gjuan Bukur por e jashtmi i atij nuk përfundon aty ku pritnin mira shikues. Në vend të golta i merr duart trokitjet. Në lojën kuadrohet kongolezi Basit Khalid që zëvendëson Berat Hysenin. Ai që në tentimin e parë me topin ja del të shënoi me kokë pas harkimit të bukur të Ndrit Krasniqit. Gëzimi i madh në lindje kurse Khalid festën e mbyll vetëm tek bankina. Ndodhi kjo në minutën 69. Prishtina merr zemër kurse lojtarët të dritës sigurisht rëndoheshin këmbët. 6 minuta më vonë një bashkëveprim i sërishëm Krasniqi Khalid rezulton me golin e dytë, por afrikanin mjeshtrim poshtë i Halimin derisa Këtër feston me fanelën e dhënë nga Begulli. Drita nga dalja deltën gjallët për tifozët e tyre i lë pa frymë Armen Kasrati, kur humb këtë rast ideal. Deri në fund Prishtina kontrolloi mirë lojën derisa për 3-1 ka mundur të shënojë Shend Kelmendi. Në fund drita me lot kurse Prishtina në fest. Trofeun kapitenit Lirdon Kukaj dhe Dritan Krasniqi u adhuruan zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës, derisa organizimi i lojës që lë vend për përmirësime u vëzhgua nga një zyrtar i UEFA-s. Fituesi i kësaj përballë kualifikohet në Ligën e Evropës dhe ky ishte vëzhgimi i fundit para marrjes së hënën dritën e Gjelbër.
Një kampionat jo i mirë për Prishtinën, por një fund i lumtur. Po, e vërtet gjithmonë kur pretendon diçka të madhe, normal që ndodh edhe një dështim eventual, po e kam thonë edhe më herët që këtu ndodhen edhe klube më të mëdha, domethënë Chelsea vitin e kaluar ka qenë kampion, këtë vit ka qenë në zonën e rrezikshmërisë, ndoshta më largu edhe nga Premier Liga, edhe s'ka fitu kurrë, po mendoj që kurrizimi gjithë asaj gjithë këtij viti, po më thonë që kjo fitore dhe kualifikimi për Europa League, kampioni Kupës së Kosovës, mendoj se është një sukses i jashtëzakonshëm i klubit, po më thonë njëra prej sukseseve më të mëdha në historikun e klubit, sepse gjitha ato tituj duke mos dosh me minimizu tituj e kupat më hershme, nuk e kanë peshën e këtij trofeu, për arsye se dihet fare mirë që jemi pranë UEFA dhe në FIFA, kështu që përfundimisht Prishtina mendoj që me merit është përfaqësues i Republikës Kosovës në Europa League. Mbra çka ndodhi? Drita pse në finale, edhe se ishte duke avancuar 1-0. Po, duke e po, këtë curin e kësaj loje në regji, shumë të mirë të pregadit ma herët, duke fillu nga një referim për mendimin tem, skandalos, që bohët mënyra ma e mirë për mu dëmtu një ekip, mos me u marrë vesh shumë, është kjo. Duke fillu... Ku e keni gishin, më them? Për 5 minuta ndëshkohen 4 lejtarë tonë. është diçka jashtë çdo normale, kur dihet ata janë lejtarë kryesorë tonë, ndëshkohen, domethënë nuk jetë aty më as për me lujt një lojë, për me rujt atë karton, për me ndalë ndoj aksion të Prishtinës ose me bo në ndërhyrje tjetër që mund me rezultu me mos pësimin e një golit ose një diçka tjetër, kjo do me thonë për neve në kalon shumë gjënjim. Artë, si do të ndeshja? Për dalë të komentuar pak kritikën e Bërhanit, në fakt gjyqtari Bajram Gashi njihet për rigorozitetin e tij, vazhdimisht jep karton, megjithatë për mua lë pikpyetje pse pikërisht Bajram Gashi gjykoi këtë sfidë. Kemi gjyqtar më të mirë të themi së paku me nota më të larta që kanë referuar këtë edicion, për shembull Genç Nuza apo Besfort Kusumi, pra në një finale gjithmonë zgjidhet gjyqtari më i mirë. Shembulli i mbrëmshëm, finali Ligës Kampionëve, gjykoi gjyqtari më i mirë anglez, Mark Clattenburg. Pse në finalin e Kupës Kosovës? Edhe Bajrami ka pasur nota të mira këtë edicion. Jo më të mira se Genç Nuza dhe Besfort Kusumi. Pse në finalin e Kupës gjykohet, delegohet pra pikërisht një gjyqtar i cili nuk dua ta nënvlerësoj as pak mirë, por në shumë ndeshje nuk ka kaluar aq mirë dhe njihet po ashtu për karton të shumë të verdh. Për mua nuk e pash ndonjë dëmtim drastik të dritës apo favorizim të Prishtinës në anën tjetër, mirë po lë pikpyetje të thash pse pikërisht Gashi referoi sfidën e djeshme duke ditur që i përmenda disa gjyqtar tjerë që mund ta bënin këtë punë. Afrim, kjo fitore po ka pasur në dy gjyqtarë apo? Gjithmonë po flas se Prishtinë, gjithmonë edhe ne kur ndoshta s'kemi pas sukses në fush, duhet gjendet dikon fajtare, duke mos dash me mbrojt absolutisht se s'jam i thirrur me mbrojt referin, po në misionin e juaj kishte më qenë mirë që sot me pas nëse vetë bënë këtë pyetje me qenë dikush edhe për përfaqësuesve të referit, te po mënoj të delegimit të referëve se sinqerisht po i them për veti personalisht, as nuk e njoh Bajramin, as Gencin që po përmend ai as njonin, po mënoj me emër, ndoshta më po e njoh, po nuk di cilët janë. Një di që para ndeshjes ne kemi qenë takim me përfaqësues të UEFA-s bashkë deri as nuk kam qenë në delegim, duket se ka shkuar sikur çdo vit para ndeshjes është deleguar referi aty për aty. Është ditur më herët. Këtë ka qenë ndryshe, është ditur një natë më herët. Po flas 4 shenë gjyqtarëve një ditë para ndeshjes. Po flas unë personalisht për veten nuk e kam ditë, se përket ndeshjes ndjeshme, po mendoj që nuk kam pa ndonjë dëmtim personalisht për veti derisa poshtë në televizion e ju i komenduar që rasti aty në Begollën komenduar që është penallti. Barmon pe aty konde ku kam qenë. Mirë po këtu po shihet pak s'po jam i sigurt a ka qenë as ka qenë, është vendim prapë i referit, po nuk po di që ka bën ndonjë referim ndom të ekipës së Dritës apo të Prishtinës, barem tash se njeriu për shembull për veti kam qenë jashtëzakonisht
i ngarkum, po më jo ngarkum, po emocionet e bëjnë vetën edhe nuk mundesh me jap vlerësim për derisa nuk e sheh xhirimin, po nuk kom pa që diçka ndoshta ka dëmtuar ekipin e Dritës apo të Prishtinës. Asa përket aty në kartonave, që e përmendi kolegu i Dritës, mendoj që ky Bajrami, që ja kom një zonën, thujnë ca ka tonë kartona, që shtu kanë thonë, e di që disa dritarët tonë duket shëndin e në Skenderaje atë lushtoku nuk e di për gjysë fjallë, thonë ta jabë menjerë të kushen, ku e di, kështu që s'kom pa diçka që ka qenë dëmtim për shumë për neve, apo edhe për kundërshtarë. Në studio kemi Lavnat Demi, si që thanë më herët, i cili ka organizuar ndeshjen. Si ju duk organizimi nga ana juaj? Nga ana jonë? Tjera e parë që pi communication, si pi, po nuk është tjera e parë që jemi marrë me këtë punë, është edhe vllaznimi Trepsa, ata thonë ka luajtur në stadion Prishtinës, është tjera e para që është bu, do thonë një organizim i tillë që është marrë një agencioni marketingu për me kryer shërbimet e Federatës Futbollit, një organizim të një ceremonisë për ndarjen e çmimeve, domethënë një farë aktiviteti pak më ndryshe. Për sa i përket organizimit, pe pjesës kozmetike, domethënë pe dukjes të jashtme është duk mirë, sa ku mujt me pa, domethënë pak a shumë se tash pe anës me këshill televizor në duket pak më mirë se unë isha pjesën poshtë dhe stres, tash pe anës tam stres nuk isha probleme me referat me ato i kum kalu më herët. Po ka vend për përmirësime jo shumë, po çast shumë ka që duhet ndoshta vite me kalu për me çu njerëz në studime ose në trajnime ndryshme për me pa se si duhet me organizu një ndeshje ndërkombëtare ose një ndeshje e një peshës lartë. Tash na kena bu një farë maskimi, një farë kozmetike, se quhet aja që më duk pak ma mirë. Qa kena mujt me bu, unë edhe zyrtarëve të UEFA-s ju tharë se na mujna me bu qëta, në thonë kjo ka qenë një kohë shumë e shkurtë edhe për neve, dikun 4 ditë, për me marrë, me kry, me realizu komplet ato, tu i falenderu edhe Prishtinës se na ka nimu, na ka qenë gjithmonë afër, dhe me thonë për pjesën e logjistikës paka shumë që duhet një marrë, dhe me thonë këta që i din vendet se ka në stadionin shfrytëzim. Anën tjetër ka pas probleme me hyrje që nështë nuk është edhe fojon, është dash për shkak sigurisë, dhe me thonë kanë lypë maksimum pa siguri, mës me ndodhë diçka, tash në anën tjetër është puna e terrorit. Si në hapur që thot dyrt? Është se vetëm 3 dyrt, thot që në hapur vetëm 3 dyrt. Po, plani strategjik i policisë, dhe me thonë, ata kanë marrë komplet sipër pjesën e sigurisë, dhe me thonë pjesën e sigurisë që mës me ndodhë në incident, edhe mi kontrollu gjithë njerëz të cilë futen në stadion, që me pas ma letë, dhe me thonë mës me pas probleme në fund. Edhe për shkak të e ditë rëndësinë se ishin edhe 2 zyrtarë të UEFA-s këtu, që kanë qenë vëzhgim, po ata kanë qenë në spjegim për të mirën tonë, nëse dojnë na mingu ata dhe me mësu prej tyne, dhe më thonë që kjo ka qenë qëllimi tyne, nuk e nardë ata me në kallëzu neve se ju bën me kun as bën. Kosova është në UEFA, Kosova është në FIFA, po tash metet punë të na, so mujnë na mi përcjell ata. Ata ishin, dhe më thonë, punëshim si freelancerat. Keni pasur një takim me zyrtarë të UEFA-s, çka u thanë ata takim? Ata fillimisht e spjeguan rolin e tyne se për çka kanë ardhur në Kosovë, dhe me thonë, edhe thjesht ata ishin për me na spjegu se çka duhet me bëu. Dhe me thonë, ata ishin si mentora, dhe me thonë që i ka dërgu UEFA për me na tregu neve se çka duhet me bëu. Dhe me thonë, cilat janë pjesë kyçe, dhe me thonë pozitat që ata i përmend disa pika. Pjesha ma e lartë është te pjesa sigurisë, mas nej deri te racizmi që duhet, dhe me thonë edhe mënyra se si ndërpret një lojë, dhe me thonë sa herë ndërpret, deri kur vjen momenti kur mund më vazhdu ose nuk mund më vazhdu, sa vrejtje duhet më bëhet. Dhe me thonë ishin ato UEFA guidelines që thojnë, dhe me thonë që duhet më mësu ato dikush përmensh, për me pa. Se din me mësu për fillimit. Po, është thjesht se na, dhe me thonë, qa këna bu deri stasht, jena munu, dhe me thonë, me një farë forme, me kopju jo, po me bjenë sikur me këshyrë diçka që më mënu me bo, po realisht na që ato kena ditë, që ato kena bo. Dhe me thonë, na s'kena menu kur gjo ma shumë me vazhdu me isë për para, që është edhe ana tjetër edhe ata që kanë majë klubet të tashre sa vite, ju ka ra këto pare thjesht sikur mi gjujt, po këta duhet, edhe këta janë ata njerëz që duhet më nderu edhe prej
institucione më të larta shtetërore që kanë marrë domethënë klube të gjallë, unë e di vetë, domethënë isha pjesë e Llamkos Kosovës në atë kohë, domethënë sa shpenzimet janë me marrë një klub, edhe në fundi nuk ta din kurkush. Po ajo është euforia njerëzve që e dojnë futbollin edhe japin për ato. Kështu që na metet shumë punë e madhe, po kthejnë anën tjetër apet një punë shumë e madhe që mu përgatit, paka shumë me fillu bile hapat e parë me mësu alfabetin e UEFA-s. Ata cilët i kanë kushtet e tyne, ajo është, do me thonë, pa tjetër duhet bëjë. Nuk do me thonë që na nuk muna me mëri 40% edhe ata kanë me në ndërprej. Jo, duhet me fillu me 20%, nuk t'len. Do me thonë, me shku pak vite që me mëri deri aty ku duhet me pasë. Bërhan, si është organizimi, si pasin, se keni pasur kritika për të? Organizimi për mendimin tonë, komplet kryesisë klubit futbollistik Drita ka qenë shumë i dopt. Nuk se nuk keni qenë të pajtimit me asgjë. Nuk kemi qenë të pajtimit me asgjë. Duke fillu nga vendet, nga hyrja e zyrtarëve të Prishtinës, nuk e kemi kuptu, bile në fund ndeshje se kom pyet një zyrtar të FFK-s, kush e ka organizu ndeshjen? A është e organizuar pe klubit futbollistik Prishtina, a është e organizuar nga FFK-ja? Neve na lojnë Neve na lojnë me prit 10 minuta për me hy në fush, me marrë medalet, kurse nëse janë gjerimet, mundi mi pa 10 minutat e fundit, komplet zyrtarët e Prishtinës janë në fush mrena. Më mund diskriminim. Me një fjalë diskriminim. Pse? Ka shumë sene. Shumë gjana që s'kan shku, që shu dash me shku. Që na marrë vesh. Për shembull, një djalë aty që vjen neve na kallzon një punëtori klubit, golli i dytë i Prishtinës kur ten, ajo është midis fushës tu festu barabar me lejtar. Ka shumë sene që nuk u dasht me ndodh, sidomos tash nuk u dasht me ndodh. Kur e kemi ditë para lojës, kemi marrë takim 2 orë, na kanë tregu çka duhet me bë, çka s'duhet me bë. Në sytat e me bë këtu lëqime për mua ka qenë shumë seni keq. Neve nuk na lojnë, thonë një zyrtar i klubit guxon me nejt poshtë, klubit futbollistik Prishtina, Zotri Afrimi u kon aty edhe vet, ka pas edhe një tjetër ose edhe 2 tjerë. Ty bashk ju kon. Kurse neve vetëm një dhe asnjë tjetër. Do thonë këtu ka qenë thash më herët, e regji, e bo me shumë mirë, nuk e di. Ndoshta i ka pengu dikujna me shku Drita, me fitu kupën, nuk e di. Faporës regji e orkestruar. Kjo termi orkestruar nënkupton përfshirjen e shumë, domethënë, faktorëve, cilët janë ata? Po, duke fillu pe federatës. Unë e dyshoj që është. Dyshoj. Pse për përcaktimin e Për përcaktimin e referve, pika parë. Pika dytë, kjo. Domethënë ne nuk na lojnë me hy, kurse zyrtarët e klubit futbollistik Prishtina 10 minuta para se mu kry ndeshje hin komplet. Nëse ka xhirime mundi mi pa, janë komplet poshtë. Neve na presin 10 minuta, nuk del kush më na hap derën. Vjen ai zyrtari që u kon për organizimin e ndeshjes, na bën, nuk mundi mi. Nuk di këtu. Inshallah që është minore këtu, nuk është diçka që ja vlen mu për men. Unë takum edhe më herët të diskutum që këtu sa në ndodhen, është fakt që unë se kum pa, sinqerisht po them nuk e kum pa që çaj djali. Po tash nështë është faje edhe i kompanisë që është dasht, domethënë me kon një kallëzu edhe atyne që është me kon neutral. Ata djem Prishtinës që punojnë Prishtinë edhe më po të kuptoj, unë tash edhe ty kur u takova me ty unë ta pranova, domethënë që ata nuk guxojnë mu si në asnjë lloj forme. Po nuk e kisha marrë si një problem të e përfshi edhe një kompaninë, domethënë që e ka marrë organizimin. Është fakt, unë po të kuptoj edhe tash edhe më herët, domethënë është diçka që e pranoj atë. Po te puna e kësaj, te puna e hyrjes, aty e ka pas çështjen edhe policia ka qenë edhe pjesa e sigurimit, ku zyrtarët e Prishtinës apet po kthejnë anën tjetër. Janë njerëz që kanë marrë futbollin, janë njerëz njohur si biznesmen ndryshëm, domethënë që i kanë marrë sa që domethënë kjo unë s'po mund të arsyetu, nëse më ke kuptuar apo. Po
është fakt që i ka ndodhur. Unë e di, unë e tash edhe më herët, e di unë që ka ndodhur. Unë vetë kam pas probleme me Ferizaj, so jam konkretari i klubit me ata se më kanë kthyer djalë i ri, ka thonë ky po rran që është asi, derisa dosh me bindi kanë që unë jam për me kryetari i klubit. Nuk ka. S'po duam të arsyetu, edhe në ata se është fakt unë ta pranova, dhe më thonë ka pas unë e pranova komplet edhe para opinionit se ka pas probleme gjatë organizimit. Probleme nuk janë ato, po janë sane çfarë s'kena ditë, çfarë s'kena bëu. Kështu që tash tutje duhet me mësu shumë për me bëu diçka më shumë. Apet mësëm s'po du as me tu arsyetu, po unë po të kallëzoj sinqerisht që jam ka menoj. Okej. Unë nuk jam ju që jeni perfekt. Po. Nuk jam. Normale. Nuk jam. Po kritere do të më konë njëjta. Po. Kritere do të më konë njëjta. Çato. Nuk ka rëndësia o Prishtina. Ai ju e dini shumë mirë me ata zyrtarë të UEFA-s kur kem, ta kem. Po. Ai na tha, ju para neve jeni të barabartë. Si ju, si Barcelona është. Po. Është duhet me kur të jem puna këtu do të më konë niveli njëjtë. Jo me pas për dikon 9, për dikon 1. Në qysh është, halo, në thash, halo s'kena orë deri të ato kriteret për me ditë se qysh duhet mu sill, duhet me bos. Do me thonë, halo, punojna me emocione. Interesant ta di sa bileta në shitër bje. Bileta sakt, numrin e sakt biletave sa janë shit, po më me thonë që janë shitër atë 8.000, që është shumë pak për shkak të problemeve që i kena pas. Do me thonë, është lut loja për para, janë fut njerëz në stadion edhe ma nuk janë dalë. Do ka pas shumë njerëz që janë fut edhe për hyjme zyrtare, që ka qenë edhe përgjegjës edhe policia edhe pjesa e sigurimit, do me thonë të nas që nuk ka. Do me thonë, këtu gjithmonë ka probleme. Do me thonë, hala nuk dina na se për çka pagush edhe përgjegjësinë që e merr ti dush me kry deri në fund, ose ndërshkosh. Për çata duhet me bu me kontrata, gjithçka duhet me shku muj përpara për me mri, ti me mri që ata që bëdën. Kështu që i bjen unë mu dëmtu mas shumë ti për shkak se rrethonat e bojnë tillë, do me thonë atë njohurinë e çfarë dinë. Po apet në krahasim me lojë tjera finale, kjo ka qenë një për finale më të mira, edhe peshën më të rënd, po edhe mos të kishin shku në UEFA, to apet njëti shku, do me thonë kishin ardhur shumë shikues me këto lojë. Do t'i kthejmë sërish Prishtinës dhe do ta lëshojmë një deklaratë të Afrimo Qiqit të dhënë pikërisht në këtë karrige në këtë studio 6 muaj më parë për Prishtinën. Mos të ngutemi edhe për ju premtoj gjithë publikut juaj edhe juaj personalisht që kisha pas dëshirë kur të përfundon kampionatin të jem në këtë karrikë. Do t'i thrasim. Sigurisht se do ta festoj titullin e kampionit pikërisht në këtë studio. Çka nëse nuk do kjo? Unë thash po ju premtoj publikisht. Nuk po them as Çka kamerës. nëse nuk ndodh? Çka nëse nuk do Ose vinë. çka nëse mbetet Prishtina në barazh? Jo, nëse për ato po të përgjigjem. Nëse Prishtina mbetet në barazh, unë do të shpërngulem nga Kosova, do të shkoj të jetoj në Japoni, në Kore të Veriut atë jugut. Ka qenë për barazh edhe për titull kampionit. Kupa nuk është përmendur. Përfundimisht doli ajo që kam thonë, kam marrë në jetën karrikë, dhe kam thonë që do ta festoj titullin e kampionit. Kështu që sot Jo titullin e kampionit. Titulli i kampionit dallon me kupën. Mirë, titull i kampionit të fituesit kupës i bjen gati njësoj. Nuk është titulli i kampionit në Super League, po fjalën për titull kampionit. Atëherë gara e kupës janë të pafituar. Doli ajo që kam thonë publikisht edhe prapë them se jam në njëjtën karrikë, veç harrova me marr kupën se shkon kryetari në një televizion tjetër. Është kupa e cila e jo e titullit. Po, e cila përfundimisht e dërgon Prishtinën në garat evropiane. Edhe sa përket barazhit, domethënë kam qenë shumë i sigurt edhe prapë them se s'kam gabu kur se kam ditë që nuk ka shans teorike. Edhe përkundër se kemi pas probleme, po mënoj e thash edhe pak më herët se çdo klub tjetër edhe më i madh se Prishtina të rrafshin ndërkombëtar. Kështu që prapë jam kampion edhe jam në Evropë. Kushtrem. Urime edhe. Art nëse gjithë që për afrimin. Më pëlqen ky lloj i deklaratave, siç e bën tani, siç është stili i afrimit, e bën gjithmonë në futbollin interesant dhe neve gazetarëve na japin të paktën material. Po të mos ishte ajo deklaratë tani s'do ta lëshonim shembull ose se të shihemi në stadium s'do të na thoshte që do të shkojnë në Kore apo në Japoni apo gjëra të tilla. Unë kam thonë se s'do të shkoj në Kore se kesh në Evropë, u ktheva në Evropës, se shkoj ashtu çdo fundjavë, kështu që prapë do shkoj në Evropë se normalisht që Prishtina meriton me qenë në Evropë, është sinonim i futbollit shqiptar, kam thonë gjithmonë pavarësisht për respektin që kam edhe për klube të tjera, po duhet më mësuni edhe për gjithmonë që edhe shtetet e tjera kanë një njëjtin problem. Nëse shkon në Gjerman, për shembull në Kore të Veriut, edhe vesin takohet me një sportist edhe pyesin pe kujt je, i thotë pe gjermanistët, po Bayern Munich.
E tash edhe në Kosovë, kur të veti kom për shembull ku ke shku të pe Kosovës, okej, është Prishtina. Do thonë, tash unë s'jam fajtor pse Prishtina është në kryeqytet edhe identifikohet futbolli i Kosovës edhe i gjithë shqiptarëve me Prishtinën, sepse jemi rrit në frym. Prapë po them duke mos anashkaluar edhe dritën, edhe besën, edhe lirinë, edhe trepshin e tjera, po ky është realiteti që më votash. Po që për shembull ka shku Veronikli me gjithë respektin, që ja kemi rru publikisht. Duhet me përgëzu edhe dritën për shembull që ka arritur këtë sukses, edhe pse është në luftë për mbijetesë në Super League, po kam rrimë shku në finale, është një sukses shumë i madh, sepse finale është finale, ku kemi ditë na që pe 1-0, pe kthejmë rezultatin 2 minutë që ndoshta unë për veti personalisht kam qenë në një moment ndoshta edhe i hupa gjitha shpresa, sepse futbolli është ashtu. Më shku me biletën për... Po, për Korenë, ndoshta. Po, megjithatë ndodhi ajo që ndodhi edhe mendoj që është bo mirë. A është gati Prishtina për Evropë? Prishtina për Evropë është gati për vitit 2004. Tamam për me shku në Evropë ka shku për vitit 2006, sepse vitin 2006 jemi registru si është një aksionare me përgjithësit kufizu me njone për i kriterëve të UEFA-s. Është i vetëmi klub që nga vitit 2006 që pagun dhumët mu i roga, është i vetëmi klub që i ka gjithë trajnerët e licencum, Akademinë e Shkollës Futbollit, administratën edhe pagun të atim shtetit me cilën e ka përmbyll par dje me 513.000 euro. Kostës që është pagu të atim shtetit që është i vetëmi klub në rajon, jo në Kosovë. Mbethet një problem i madh stadiumi. Shembull Veronikli ka kërkuar zyrtarisht më duket të luajë në Elbasan. Prishtina keni menduar për këtë? Prishtina ka kryer edhe këtë punë ka kryer para Veroniklit. Sepse apet jemi më përpara se Veronikli. Prishtina i ka nejtë gati, si sot në jargonin popullor, që kemi kryer veç 2 stadiume në Elbasan edhe në Nikodovana në Durrës, sepse kemi ditë që infrastruktura jone nuk do të jetë gati as në Prishtinë as Mitrovic. Kështu që është problemi më i vogël. Problemi më madhor që unë mendoj në këtë sferë të futbollit është ajo që ne si Prishtinë personalisht unë njëm për atyne që kom kritiku mas shumëti, e që prapë për i kritikoj jo veç federatën, po dhe vetë vetën edhe gjithë neve që merrem me këtë punë, sepse nuk kom thonë në për vetë as për shpinë time që duhet me punu gjitha me ndresh një toalet, me ndresh një tribun të hendikepumve, me ndresh një zyre dikun, apo një ambient mirë të kabinës futbolistëve, me pas një ventilim mirë, një pastërtit mirë, e tjera. Do me thonë sepse pse jemi registru në futbol? Pse jemi të garu në futbol? Kemi menu me shku dikun pak ma lartë. Ne Evropën e kemi ditë që do të vjenë. Më starë në 2004, 5, 6, 7, edhe pse u bot tepër, shku në 14 vite, na pretëm. Mirë për jarëtëm qëllimit. Po ku jemi tash? Takimet e përditshme që kemi pas ditëve të fundit me zyrtarë të UEFA-s, na kanë tregu vënën ku e kemi. Sepse mënyra e sjelljes tyre, për shembull, është labi ka qenë bashkërisht kemi qenë dje në takim. Për shembull, sjellja e tyre është as jo arrogante, por është çast nënçmuese dhe ofenduese për gjithë neve, sepse ata mendojnë që na jemi të jetuar në xhungull. E nuk e dim për shembull se ne kemi qyrë 100 lojë ndërkombëtare. Na kemi organizuar edhe pa UEFA dhe pa FIFA dhe në Prishtinë kemi provuar si Vasporin. Edhe yjet e shqiptarëve që luajnë në gjithë botën e kemi bërë 20.000 vjet. E dim na çka duhet. Mirë po, ku janë institucionet tona, ku jemi na çka kemi bërë na? Unë atëherë kom thonë para 7 vjetëve. Ndaleni hajnin veç një ditë Mitrovic, veriut, kontrabandën, e marrën një stadium ku dush në Kosovë. Vetëm një ditë. Po dhe shkon një javë ditë, vetëm 7 ditë ndales në kontrabandën atje veriut që përshkujnë portalet për ditë, so në prokurorës jam, po marrohen 7 stadiume me standard në Kosovë. Tash, infrastruktura sportive nuk mundet me u bo për 5 ditë. As nuk mundet për një muj, as për 3, po lyp 2 vjetë ma tepër. E në qëse na nuk kemi konë gjendje që 14 vite mos me ndartu një stadium Kosovë, kjo është merë. Infrastrukturën sportive, kërkës në ka ndalu. Ne nuk kemi bo për pas një Prishtinë, prapë po thëmë, ndoshta edhe në klub tjetër atë këto viteve të fundit, gjitha klubet në Kosovë, 90% janë klubet të palicencume. Atëre ku kemi shku? Kush në ka ndalu në për shkak me bo një akademi të futbollit? Është krem, është katastrofë që ose gjitha klubet në pamëndësi se dikush do të me ju thonë klubeve nuk mundesh me u licencu në qofë se në federatën tonë nuk mundesh me u licencu në qofë se nuk i registru në kërkun. Nuk mundesh me u registru më falë, për shembull në qofë se gjitha klubet paguajnë pagat në kesh, që është e ndaluar me ligj.
95% klubeve në Kosovë dhe në rajon paguajnë parat në për Çajgjenica, në për ku e diune, pa regjistru kërkun. Do më thonë është kriter të cilin është dashna me kry mote se s'na kishtë ndalua as UEFA, as FIFA. Krejt e dim që me shku me marrë një viznin në ambasad, mu i me shkarku formularin për internetit edhe i den regulorët. Të nuk e në e farë procedure e madhe që na mo i ka legjerata, ka dyuar me në kalcu ABCD-në që du të me bo në ndeshjet futbolit. Mërë e bojmë qështjo, se dhe na jemi njerëz, edhe na kemi kalu Evropën e botën, për du me pas një infrastrukturë. Që se te ki infrastrukturën e mirë, edhe kë zotnia që e ka fitu të drejtën për organizimin e ndeshje, e ka infrastrukturën e mirë, edhe i bon biletat me barkod, edhe është hyrja elektronike, s'ka nevoj më mërzit kë për atë punë. Ose policia jone e cila është e shkëlqyshme, për shembull, kur të bën sigurimin, në momentin kur i ki barierat që i ka çdo stadion me kriteriumet që duhet me i pas, aja ka ma let. Edhe në një tjetër, që nuk duhet me arru, ne jemi mësu si popull në përgjithësi, si në koncert me shku, si me shku në stadion, krejt dojmë me hi 5 minuta para lojës. Në krejt stadionet e merë filtat të Evropës, te 2 orë para kohës duhet me qenë stadion. Tifozës e tifozës që e donë klubin. Mirë për ta shkejt 5.000 vetë, 5 minuta para se me janë izloja, s'ka derë 100 metra, duhet me boni derë për me i mranda. Dhe më thonë, këto e në ato problematikat që duhet me e rejë se sështë... Prishtina do të luajnë në Shqipëri? Prishtina do të luajnë në Shqipëni, tash do më thonë, dikon duke thanë me datën 16 është shorti, pastaj në qësë është ndeshja parë vendas me 30 luët si vendas, duhet me luajtë normalisht Shqipënia, Malzia, në Macedonia, ku dush se nuk kemi mundësi. Do t'i thejem shkurt kupës edhe njerë një parashikim që kam bërë pikërisht kjo studi një më parë, Gentrit Begulli dhe Erdin Hashani sa i përket rezultatit. Do të ishte shumë interesant nëse Erdini dhe Gentriti do të bënin parashikimin e rezultatit, mbase kur të vini herë në ardhshme të thonë shumë një rezultat për finalen. Do t'i publikojmë sot një. Favorit se të... Pari Gentriti. 2-0 fitoj. Erdin? Na gull nuk morën, u shtë që vazhdime. Vetëm se i mbrojsi. Vetëm vazhdime. Nuk pësojmë gol, pra Erdini tha që nuk pësojmë gol. Unë kësha cek edhe pak punën e infrastrukturës e stadionit. Unë se di kur kam fillu, tash nuk është çështja as e Federatës Futbollit Kosovës as e klubeve, tash se klubet tu e ditë se kanë tyra shumë pak, është shumë vështirë se një ulse, domethënë llogaritet çmimi i një ulses në stadionit kushton 2000 euro. Domethënë se kjo shitet sipas standardeve, domethënë që duhet mi paraport gjitha standardet. Domethënë një ulse, nëse një stadion është me 10.000 ulse, ajo shkon cifra deri në 20 milion euro. Që ajo është një shumë e madhe, domethënë që s'u përballon kurkush edhe kështu që nëse mesim na aty atëherë pse jena pranuar UEFA duhet më shku. Domethënë me kon edhe shtetet, shteti qeveria e Kosovës duhet më marrë me këtë punë se është edhe për të mirën e qeverisë Kosovës se vetëmi ambasador më i mirë i një shteti, marketingu më i mirë i një shteti është sporti. Kështu që me futboll të e ditë sa talenti në Kosovë, sa lojtarët janë kaluar, domethënë në klubet më të mira të Evropës që janë prej ardhen e kanë prej Kosovës, atëherë është gjëna, mos më quh shteti, më mobilizu, nështë me rrita time ose s'po di çka, me pas tyra se më mirë është me pas edhe në 2 stadione, nështë se me shtru një rrugë dikon. Patjetër. Atëherë, t'i kthejmë edhe një premtimi tjetër që ka dhënë Afrim Muqiqi, nuk është publikisht, kam dëgjuar nëse është e vërtetë që i keni premtuar Ismet Begullit, antarit të bordit, që nëse fitoni kupën do ta bartni në qafë nëpër Prishtinë. Keni bënë një premtim të tillë? Po jo, kjo është... Diçka që... Ja, a di që është... Para disa javë. është pyetje që ne kemi dëgjuar për kafeterinë, ndoshta dikon është... Ai thashë është e vërtetë. Ismet Begulli ka mik shumë të mirë dhe normalisht që ndoshta na kemi bë pak shaka, po normalisht që në ato momente me pas mundësi për shkakun dje e kisha qip në shpinë krejt komplet pjesën perëndimore dhe lindore sepse është normale se ju ke gëzuar një fakti që pas një periudhe baramon që jam që 14 vite në Prishtinë, e kemi fitu një trofej cili tërgon në Evropë, sepse na kemi fitu trofej plot. Plot zyre në kom ato kupa që jenë ndrysh, ketë me barë zbojnë 300 euro, po vlera e fitores së djeshme është vlera e madhe për klubin, sepse dërgon drejt për drejt në Evropë dhe mendoj që është një kurorëzim i asoj punë shumë vjeçare që kemi bërë se na kemi rajt vetë vetën me vitet tona, domethënë.
po pranome më pranverën, për Bajram, për 8 Mars, për Vitri, nuk ka ndodhur sepse nuk është varë për neve. Nuk është, këto është, do të jemi të qartë. Mos të marrëm tash punë baraktarizmi kush çyshe ka bo. Ka bo koha, ka bo momenti, ajo punë ka përfunduar shqyrë që ka bo, se na ketë kemi lëftu për qatë punë me u bo. Kështu që ato janë do momente që nuk janë nuk një vlen të hupet emisionin ndoshta edhe televizive dhe minutazha. UEFA diçka pas ndeshjes? Jo, UEFA pas ndeshjes nuk kanë thonë kur gjë. Do një vrejtje që? Na presim tash. Tash presim. Medisim. Folëm për gjendjen e Prishtinës, sa është gati, por nuk e dim drita. Deri në minutën 70 ishit duke fituar, për 20 minuta do duhej të planifikoni diçka, jeni gati ajo. Po ne kemi bërë ne përgatitjet e tona. I kemi kry ato që na kanë kërkuar UEFA. Tash në përçarësit e futbollit, ndryshme është folur që drita s'mund të luajë në Evropë për shkak të nuk i plotson kushtet. Po ne thash, ne jena mundu. I kena plotsu gjitha ato kushte që na kanë kërkuar. I kemi dërgu me email në ku na kanë dërguar, ku i kanë kërkuar. Tash ata vendosin ne a mund të licencohemi, ku kemi vërejtje, ku kemi sugjerime, gjitha ato na jemi të gatshëm me i pranu dhe me i përmisu. Të ejtën, finali e radhës, me flamërtarin në Drenas. Çka presin nga këtë? Presin fitore. Do shta ne jemi të stërngarkuar, kemi pas komplet dikom për 2 javë kemi lujt 10 ndeshje më të gaboj. Gjitha kanë qenë tipit shumë tronë, kemi pas na ka mundu shumë edhe kjo, që kemi ardhe në finale, po shpresojmë që kena me kalu edhe këtë sfidë, edhe me përmbyll kampionatin jo në mënyrë të mirë, që kemi fillu në fillim, po me rrjedhjen e kampionatit këto gjana kanë shku dikun duke qalu, dikun pas disa probleme që kemi pas me largimin e shumë lejtarëve, me largimin e trenerit, me ardhjet e reja, kjo po shpresojmë që ka më kry mirë për neve. Drita apo flamëtari? Lodhja fizike ishte prezente edhe në ndeshjen ndaj Prishtinës së pa në minutat e fundit. Drita apo flamëtari? Favorit në ndeshjet e barazhit kemi qenë gjithmonë dëshmitar. Nuk ka favorit, është në 90 minutash ku luhet një edicion i tërë. Vitin e kaluar flamëtari ka shkaktuar shumë probleme dritës dhe favorit nuk ka edhe pse drita një lloj përparësie të vogël për shkak se është do të thotë në Super League, edhe pse vjen pas një disfate në Digital Cup. Do të ishte shumë interesant ta dilim nga Afrimi, a ka ndonjë vendim për çështjen e trajnerit? Jo, ende nuk ka, domethënë. Ose kur do të ketë? Do të ketë gjatë kësaj jave, gjithsesi do të përfundon se futbollistat do të kenë vetëm deri ditën e ajete pushim edhe pastaj nuk ka pushim sepse duhet përgatitemi për ndeshjen e radhës. To kemi në rast se licencohemi, sepse këto duhet me ditë gjithë që se ka të sigurt as Feronikli as Prishtina, por derisa nuk vjen drita e Shile pej sa do është 29, nuk da. Me 31 është ajo mbledhja e komitetit atje të konfederatave ku vendosin pjesëmarrën apo jo. Mirë, po ne e kemi mush për derë e nëse del në levër mandej me vra. Kështu që jemi... Ka gjasa të mërot në një trener i ri? Ka. Treneri do t'jetë, nuk du me cek emra, do t'jenë trener... Së të shfolio për Adrian Koznikun. Që është kushtrem. Pra po thëmë, momentin kur vete jo në televizion, ju respektoj, kështu që ju kësha lutë me respektu edhe jo atë hierarkinë televizive, sepse në asë njerë në jetën time, gjithmonë jo këmë thonë që nuk shkoj i këmë pastonë në konferencë për media që nuk flasë me fjallë të bastorëve dhe të kafeve, flasë gjithmonë dhe jam i thirë me folë zyrtarisht që është në kompetencat mija si në kryetar klubi. Dhe më thonë, do t'jenë në opcion shumë trajnerë. Mirë po kësojra dhe kemi ndru pak edhe kursit, sepse na detyrën profesionalizmi dhe klubi që farë jemi prestigjës, që trajneri i radhës do t'jetë trajneri cili do t'a bjen një program, një CV, shumë profesionale, sepse jemi mësu me trajnerat që cilët vinë me një copë letër edhe thojnë synimet e mija janë këto. Nuk do t'ketë ashtu tash do jemi pak ma serios, sepse kemi përvu një gabim, një lëshim të vogël profesional në ligë që në u kanë gju krejt, pra po du me dojnë të emisioni këto që kom qenë, ma ta lot krokodilin shumë njerëzve, sepse
edhe ju keni pas sukses shumë të madh me televizionet e juaja të bëhet debate për Prishtinën, pa i ftuar përfaqësues e Prishtinës, që për mua është nuk është korrekte nëse na flasim për dritën. Edhe përfaqësuesi i dritës nuk është këtu, sikurse që folën për referim, është dashur me shën. Për shembull, po s'jam vëshon e ka edhe të tjera, aty do të marrë edhe të tjerë. Për shembull, sikur në këtë rast që është dashur me shën, për shembull për parime këtu i referave, edhe me bisedu. Është mirë sepse është në interes edhe publikut edhe me folë këtë sepse veshën edhe kohëshin Prishtina, marrë Prishtina po bën. Jo, Prishtina nuk bën. Therrën e njerin i cili është i autorizuar për atë punë, edhe ju tregon për çdo, sikur për shembull nëse ky fol për dritën, normalisht që është zyrtari i dritës edhe jap mendimin e vet për dritën. Kështu që edhe trajneri do të jetë, edhe ju do të jeni ata të cilët do ta merrni vesh se kush është, për momentin nuk ka emën sepse nuk e di asun. Sinqerisht po e them, do të jetë një numër pak më i zënum. Sa i përket skuadrës, skuadra tjera si Besa, Feronike Li kanë nisur të bëjnë përvërcime. Po është normale tash çdo skuadër i bën përgatitjet e veta sepse unë besoj që është ngrit pak cilësia e futbollit në përgjithësi, sepse ju përmendet për shembull rastin e dritës tash që është në barazh me Flamurtarin duket. Po. Nuk ka as në ndeshje. Mos ta harrojmë Feronikli është kampion, po ka eliminu Keku prej kupës. Po. Megjithatë, po edhe me lojën duket zihen me të barraza që nuk e di si ka qenë. Po më rëndësishme që domethënë tash në komo duhet me qenë edhe liga e parë e parafort me Superligën nëse do me pas kvalitet. Kështu që do të me pas kujdes edhe drita, po sepse Flamurtari është rrezikshëm. Ishte Tortoshi është aty megjithatë është një strategji i futbollit në Kosovë, një mirë futboll në Kosovë, kështu që kujdes, po ju uroj sukses dy skuadrave, pavarësisht cila do të jetë, është mirë për futbollin e Kosovës të jenë në Superligë. Javnet para 3 vitesh kampion me Llan Kosovën, keni qenë kryetar, do të rikthehesh sërish futboll të Kosovës apo jo? Sa më shkurt që si? Po, jam të mendu, po ku edhe qysh, hala nuk e di. Veç po. Faleminderit shumë, atëherë unë falenderoj shumë që ishit prezent në studion e Arenës. Arena vazhdoi me deklaratat e dhëna nga drejtuesi i klubit Prishtinës, trajneri dhe lejtarët pas fitores së kupës.